Mos harroni se kënaqësitë do të kalojnë, ndërsa pasojat do të mbeten. Për të kuptuar më mirë urtësinë e kësaj thënie, le të drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu na përkujton në surën Kehf ajeti 46. Pasuria dhe fëmijët nuk janë veç se stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të qëndrueshme janë më të mirat e Zotit yt për shpërblim dhe më të mira për shpresë. Ky ajet thekson natyrën kalimtare të zotërimeve të kësaj bote dhe rëndësinë e përqendrimit në veprat e mira të përjetshme. Përveç kësaj, në surën Hadid, ajeti 20, Allahu thot: "Dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se argëtim, devijim, stoli dhe mburrje me njëri tjetrin dhe garë në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, si shembulli i shiut, rritja e të cilit rezultatet e bimëve i kënaq kultivuesit, pastaj thahet dhe e sheh se është zverdhur, pastaj bëhet mbeturina të shpërndara, e në botën tjetër është dënimi i rënd, por edhe falje mëkatesh dhe dhurimi i kënaqësisë nga Allahu. Pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se përjetim mashtrues." Ky ajet nga Kurani nxjerr në pa natyrën kalimtare të kënaqësive të kësaj bote dhe rëndësinë e përqendrimit në veprimet që kanë pasoja të qëndrueshme. Ato na kujtojnë se pasuritë materiale dhe gëzimet e përkohshme janë thjesht zbukurime të kësaj bote, ndërsa pasojat e veprave tona do të mbeten me ne në botën tjetër. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme për myslimanët që t'i japin përparësi veprimeve që kanë përfitime të qëndrueshme. Na inkurajon të reflektojmë mbi pasojat e zgjedhjeve tona dhe të përpiqemi për vepra që do të na afrojnë me Allahun dhe do të na sigurojnë vendin ton në jetën e përjetshme që do të vijë. Duke kujtuar përkohshmërinë e kënaqësive të kësaj bote dhe duke u fokusuar në pasojat e qëndrueshme të veprimeve tona, ne mund të kultivojmë një mentalitet që i ka rrënjët në kërkimin e kënaqësisë së Allahut dhe përgatitjen për jetën e përhershme në botën tjetër. Kjo thënie shërben si një motiv i fuqishëm për t'u angazhuar në akte adhurimi, mirësie dhe drejtësie, pasi këto janë vepra që do të na sjellin vërtet dobi në planin afatgjat. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na përkujton që të jemi të vetëdijshëm për natyrën e përkohshme të kënaqësive të kësaj bote dhe të japim përparësi veprimeve që kanë pasoja të qëndrueshme. Duke u thelluar në ajetet kuranore që theksojnë kalueshmërinë e kësaj jete dhe rëndësinë e durimit të veprave të mira, ne mund të përpiqemi të bëjmë një jetë të përqendruar në kërkimin e kënaqësisë së Allahut dhe sigurimin e vendit ton në botën tjetër të përjetshëm. Allahu na dhon urtësinë dhe forcën për ta kujtuar këtë mësim të thellë dhe për të vepruar sipas tij në jetën tonë të përditshme.